Kur Allahu kërkon për ne që të pendohemi, normalisht Allahu është i panevojë për këtë pendim, por Allahu dëshiron që neve të na bëjmë me dije se sa jemi ne nevojtar për këtë pendim. Pendimi është rifreskimi i shpirtit. Pendimi është ripërtrirje. Pra nuk është thjesht një fjalë goje, nuk është thjesht një përjetim shpirti, është ripërtrirje totale e tërë qenies së njeriut. Po flasim për pendimin e sinqert. Prandaj njeriu ndryshon krejtësisht kur pendohet sinqerisht. Ndoshta deri dje ka qenë për njerëzve që ka bërë mëkate të mëdha. Ndoshta ka qenë i dalluar në shoqëri për ato mëkate. Megjithatë kur pendohet sinqerisht është në gjendje me ndryshu komplet jetën e tij, qasjen për jetën, qasjen për Zotin, kuptimin rreth qëllimit të jetës, edhe veprimet i ndryshon krejtësisht. Subhanallah, një njeri që deri dje ka mundur të jetë vrasës, ka mundur të jetë i pamoralshëm, ka mundur të jetë hajn, vjedhës, ka mundur të jetë gënjeshtar, po ndryshon krejtësisht dhe nga një shembull i lartë negativ, po bëhet një shembull i lartë pozitiv, sikur se ka ndodhur me shumë prej sahabëve të nderuar. Sahabët nuk kanë qenë para Islamit, sikur se i njohim një pas Islamit. Ka pas prej tyre që i kanë varros vajzat për së gjalli, sepse ka qenë dukuri e përhapur në shoqërinë mekase. Ka pas prej tyre edhe që kanë bërë immoralitet, ka pas prej tyre që janë marrë edhe me hajni, gjëra që ndodhin edhe në jetën tonë të përditshme, janë dukuri që janë të njohura në çdo shoqëri njerëzore, në çdo periudhë historike. Megjithatë, kush i ndryshoi ata? I ndryshoi Islami, i ndryshoi pendimi i sinqert tek Allahu. Në momentin që e kuptuan që jeta nuk shkon kështu, në momentin që e përjetuan kthimin tek Allahu pikërisht përmes pendimit sinqert, ata ndryshuan krejtësisht. Jo vetëm që ndryshuan, por u bën modeli më i mirë për gjatë gjithë historisë njerëzimit. Prandaj neve sot na duken si të papërsëritshëm. Donë se kanë qenë njerëzor, nuk kanë qenë jashtëtoksor, por neve na duken me veprat që i kanë bërë sikur të jenë krejtësisht ndryshe prej nesh. Jo, ata kanë qenë sikur se ne. Ata kanë pasur gjak e mish sikur se ne. Por për dallim prej nesh, ata e kanë përjetu pendimin thellësisht në shpirtin e tyre. Ata keqardhë nuk e kanë pas thjesht fjalë, por e kanë pas veprim. Ata të keqen e kanë pasur më një herë më të mirë. Ata gabimet e dikurshme i kanë kompenzuar me mirësi të shumta në të ardhmen e tyre. Pra, në atë që e kanë ndërtu pas pendimit në jetën e tyre.